Prokuroria e Fierit përfundoi hetimet dhe dërgoi për gjykim shtetasin italian Michele D'Angelo me akuzat e shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor dhe largimi nga vendi i aksidentit. 45 vjeçari profesor në një universitet italian i preu rrugën automjetit ku udhëtonin 4 qytetarë nga Patosi në vendin e quajtur Qafa e Kushovicës. Për të shmangur përplasjen e fortë, drejtuesi i mjetit manovroi për humbi kontrollin, duke fluturuar në ajër dhe përfundoi në brendësi të pyllit me pisha. Nga përplasja e fortë u plagosën 4 udhëtarët, mes tyre 2 të mitur, njëri prej të cilëve fatkeqësisht humbi jetën. Ndërkohë shteti italian që shkaktoi aksidentin u largua nga vendngjarja për t'u arrestuar një ditë më pas. Sipas organit të akuzës, largimi i D'Angelos nga vendi i ngjarjes ka lënë pasoja në këtë aksident. Thënë ndryshe, nëse 45 vjeçari do qëndronte dhe do ndihmonte të plagosurit si kundërbërje efektive i Klajdi Musta, që po kalonte në atë çast me makinën e tij në vendngjarje, adoleshenti që fatkeqësisht humbi jetën mund të kishte marrë ndihmën mjekësore në kohë. Hetimet kanë zbuluar se koha që ju desh Klajdi Mustës për të nxjerrë të plagosurit nga automjeti që po merrte flak mund të reduktohej nëse bashkë me të në operacionin e shpëtimit do përfshiheshin edhe të tjerë. Kjo do rriste shanset për mbjetesë të lënduarve. D'Angelo mund të dënohet me të paktën 3 vite burg nëse aplikon për gjykim të shkurtuar. Kodi penal parashikon dënime 5 deri në 20 vite burg për shkaktarët e aksidenteve me pasoja të rënda të një ose më shumë shtetasve. Profesori italian u lirua nga masa arrestit në burg 3 javë më parë dhe po gjykohet në masën e sigurisë detyrim paraqitje. Ndryshimi i masës së sigurisë për D'Angelon erdhi pas kërkesave të përsëritura të avokatit të tij dhe një fushate që përfshiu dhe deputet të parlamentit italian.